Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim. Miq të dashur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në emisionin e radhës. Jemi në njërin nga qendrat më të mëdha tregtare në Stamboll. Në këtë hapësirë, në këtë ambient, do të provojmë të shqyrtojmë, të diskutojmë bashkë njërin nga dhuntit më të mëdha të Zotit, njërin nga instiktet e njeriut, e cila shpeshherë dyshimi duke trajtuar mund të jetë mund të devijohet në të, mund të teprohet në të, dhe dhuntia mund të shndrohet në një idhull apo një zot përballë Allahut subhanahu wa taala. Po flasim për nevojën e përvetësimit apo nevojën e blerjes. Të flasim për njerëz që të blejnë, njerëz që kanë qef me përvetësu, me pas, me posedu. Dhe këtu do të trajtojmë bashkë këtë temë, do të shohim cilat janë simptomat e teprimit, çka do të na godet si smundje edhe mënyrat e shërimit. Ekzistojnë tre lloj njerëzsh karshi blerjes apo karshi dëshirës për të përvetësuar në këtë botë. Gjitha kohrat njerëz janë në njërin prej këtyre tre grupeve. Grupi i parë janë njerëzit të cilët marrin, blejnë dhe përvetësojnë nga kjo botë vetëm atë sa ju duhet. Apo i ngjanë sikur udhëtarit, ku njeriu merr udhëtim dhe niset për të shkuar dikun, në bagazhin e tij ngarkon vetëm gjërat që i duhen. Kategoria e dytë janë në fakt njerëzit e parë janë profetët kryesisht dhe njerëz afër profetëve, sepse pejgamberi alayhis salam e ka llogarit që rrugtimi i jetës këtë botë është një rrugtim i një udhëtari. E dyta është njeriu i cili synon me grumbullu dhe për te nevojave, por jo me tepru. Dëshiron thjesht me grumbullu atë sa i nevojitet, por me një nuancë për te nevojës, sa për të siguruar dhe për të pas një komoditet në jetën e tij. Dhe kategoria tretë janë njerëz të cilët janë teprus, shpenzojnë ose blejnë për te asoj që ju duhet, për te asoj që përdoret, thjesht blejnë vetëm për knatësi, jo për nevojë. Dhe më thonë kemi tre njerëz cilët marrin vetë sa ju duhet në udhëtim, njerëz që blejnë për nevoja dhe për te nevoja sa për të siguruar, dhe njerëz cilët blejnë vetëm për të kënaqur dhe blejnë atë që vërtet shpeshherë nuk mund e shfrytëzojnë dhe nuk mund e përdorin këtë botë. Por fjallat e çështjet e atyre që po i quajmë vazhdimisht simptomat e smundjes. Këto simptoma reflektojnë në tre forma tek njerëz që janë të mashtruar me këtë sprovë. Simptomi i parë i njeriu të sprovuar me dhuntin e përvetësimit, blerjes, është njeriu i cili vun për me blej, për me pas për te nevojave të tij. Dhe zaten kjo është njëra nga dyert më të rrezikshme të shejtanit. Allahu i Madhëshëm e tregon në librin e tij tregimin e Hazreti Ademit alayhis salam. Në cilin tregim rrëfehet ngjarja e Ademit edhe Havës dhe mënyrën se si shejtani ka mashtruar për ta ngrënë nga pemë e ndaluar. Dhe në atë se si e çyt shejtani Hazreti Ademin alayhis salam. Ishte hel edulluke ala shajratil khuldi wa mulkin la yabla. A don të tregoj për një pemë që do t'jap përjetësi dhe do t'jap pasuri përjetshme. Sikur shejtani ka prek vërtet njeriu në pikën më të ndjeshme. Pika më e ndjeshme është se njeriu zakonisht ka dëshirë me pas për te nevoja. Megjithatë, nëse njeriu fillon me jetu, me vdek, për me pas më shumë se që ka nevojë, atëherë kjo është simptomi i parë.
simptomi i dytë i njeriu të smuar apo njeriu të mashtruar me çështjen e blerjes është njeriu i cili pretendon se ka nevojë. Njeriu që mundohet edhe lukset e tepruara, edhe lukset e stër tepruara, mundohet të justifikojë dhe të jashtoj se kënse edhe për ato pas ka nevojë. Dhe simptomi i tretë i smundjes është njeriu i cili fillon me u mburr me atë që posedon dhe me ble për mi nënçmu tjerët, me pas për mu mburr para tjerëve, me pas për mi nënvlerësu tjerët. Këto janë tre smundjet më të rrezikshme, që sidomos e treta gjithë e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që nëse njeriu posedon, nëse njeriu grumbullon, nëse njeriu merr pasuri për t'i nënçmuar tjerët, kjo është çështja më e rrezikshme. Dhe kjo thjesht e shfaq zilin, e shfaq xhelozin, e shfaq mendjemadhsin. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Vishuni, hani, e pini, çfarë të doni, mos e teproni edhe mos u mburrni." Për ata ka qenë zakoni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të jetë modest në veshje, të jetë modest në ushqim. Ai sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin dhe me Omerin me një rast kishin disa ditë që s'kishin hangër asnjë gjë, edhe me atë rast arritën të gjejnë hurma dhe ujë, edhe pak qumsht, dhe kur u ngopen me hurma, me qumsht e me ujë, zbret ajeti i Allahut subhanahu wa taala: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Atë ditë do të pyeteni për çdo të mirë që keni pasur në këtë botë. Hazreti Abu Bekri radiallahu anhu, derisa i lexohej ajeti, kishte gotën me ujë ftoftë në dorë. Por e ndëgjoi ajetin, e zbriti dorën. E zbriti dorën në tokë, sepse filloi me mendu që për çdo dhunti do të pyetemi. Prandaj, kur është fjala që të blejmë atë sa kemi nevojë, keni kujdes, do të pyetemi për çdo gjë që blejmë, për çdo gjë që përvetsojmë, për çdo gjë që e kemi në pronë, në pronësi. Dhe pse të blejmë diçka, pse të posedojmë diçka, të cilën nuk e shfrytëzojmë, e për cilën do të pyetemi. Shumë njerëz është interesant kur flasim për temën e blerjes, për temën e përvetësimit. Shumë njerëz mund të mos llogaritin këtë si pjesë të fesë, kjo është pjesë private, nuk e përfshin çështjen e fesë, por këtu do të kemi shumë kujdes. Sepse kur fol Allahu për robët më të dashur të tij, në surën Furqan, Ibadur Rahman, aty i përmend: "Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Kur fol për adhuruesit, për njerëz të përkushtuar ndaj Zotit, njerëz që kërkojnë mbështetje të Zotit, njerëz që i ruan, i lutën Allahut me i shpëtu prej zjarrit, megjithatë mesin e shumë virtyteve këtyre burrave e cek edhe virtytin që kur shpenzojnë nuk e teprojnë. Nuk e teprojnë në dy kuptimet, as nuk janë koprat, as nuk janë dorështrëngum, megjithatë as nuk e lirojnë dorën dhe me shpenzu pa nevojë. Ne po flasim për këtë dytën, mos shpenzojmë pa nevojë, mos blejmë pa nevojë, mos bëjmë shpenzime për atë që nuk e shfrytëzojmë, sepse do të pyetemi. Ekzistojnë dy sprova, dy telashe, dy bele që na ndodhin nëse jemi të prekur për kësaj smundje, apo nëse respektivisht nuk e respektojmë sakt dhuntin e blerjes apo dhuntin e përvetësimit. Sprova e parë është që do të bëhemi lakmiqar, do të bëhemi njerëz të lakmisë. Do të lakmojmë çfarëdo që shohim në dorën e njerëzve, edhe pse shpesh ne nuk kemi nevojë për të. Edhe keni kujdes, belaja e lakmisë është se lakmia nuk t'i sjell gjanat. Lakmia është sprova më e madhe që mund ta godet zemrën e besimtarit. A dini pse? Sepse lakmia të fokuson në diçka që është në dorën e njerëzve, e të harron, e të bën të harrosh atë që është në dorën tënde. Dhe kësaj ti, as nuk jeton me ato që e posedon, as nuk e ki atë që e ke fokusuar në mendin tënde. Kjo është sprova që vërtet na godet nëse jetojmë vetëm për me pas, jetojmë vetëm për me ble, nevojë pa nevojë. Nëse ka diçka që kem nevojë dhe na duhet në jetë, nuk është të lashët se kemi lakmi, mirë po, pse të lakmojmë për diçka që nuk kem nevojë. Kjo është sprova më e madhe që na godet nëse sprovohemi, po thamë edhe një herë, me mashtrimin e blerjes apo të përvetësimit. Sprova e dytë është e humbim dashurinë e Zotit. Interesant është
Allahu subhanahu wa taala kur flet për njerëz që teprojnë. Shumë interesant është çu ka fol subhanallah. Zakonisht Kur'an kur Zoti nuk e don një gjë, thot Zoti nuk e don shkatrimin, Zoti nuk e don prishjen tokë, Zoti nuk e don këtë. Nuk fol për njerëz, fol për dukurinë. E shkput dukurinë prej njerëzve. Fol vetëm për dukurinë, e çerton vetëm dukurinë, por njerëz i largon nga dukuria. Prej ajeteve më të veçanta në Kur'an, ku Zoti në këtë rast fol për individet, është Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani, pini, mos e teproni, se Zoti nuk i don ata që teprojnë. Këtu nuk ka thonë Zoti nuk i don nuk e do teprimin. Po Zoti këtu po thotë nuk i don ata që teprojnë, e teprojnë. Kjo është sprova që me të vërtetë do të sprovohemi, njerëz që teprojnë, edhe nëse dhon, edhe nëse japin, edhe nëse bojnë sadak. Allahu nuk i don njerëz që teprojnë. Pra ata ka thonë pejgamberi alayhi salam, al-mukthirun humul muqillun yawm al-qiyamah. Ata që ka shumë këtë botë do të kanë pak në atë botë. Përveç atyre që kanë dhënë me dorë kështu e ashtu e 24 orë nuk e nal të dhonë rrugën e Allahut azza xal. Kanë ble për me dhënë, jo kanë ble për me deponu ose për me kënaq nefsin edhe efshin e tyre. Të dashur vëllezër, jemi në pjesën e fundit të emisionit, do të bëjmë përpjekje si zakonisht dëshirën për ta shëruar smundjen apo për të kthyer në stadin normal të shfrytëzimit të mirësisë. Blerja dhe dëshira për përvetësu është çështje legjitime. Po flasim vetëm për atë që mund të jetë teprim dhe për atë që kjo dhunti mund të shndrohet në një zot. Shërimi i parë, mënyra më e mirë e shërimit është që njeriu me posedu, me ble, por karshi kësaj edhe me dhon vazhdimisht. Dhe më mundu me qenë tyrat dhe dalurat me qenë një lloj paralelizmi mes tyra, ose me qenë një lloj balanci, ekuilibri mes atë që blen me dhon. Mundohuni sot mundeni, atë që bleni jepeni, sepse është shumë e vërtetë. Në dhomat tona, në dollapat tonë, shpeshherë ka kpucë të vjetra po janë të reja. Janë këmisha të reja, të vjetra por janë të reja. Të vjetra sepse janë blej prej kohësh, të reja sepse si kem vesh asnjëherë. Mos lejoni në shtëpijet tuaja me pas gjana të vjetra e të reja. Të vjetra se i keni ble moti, ndërsa të reja se nuk i keni vish asnjëherë. Nuk i takon një gjë tillë muslimanit. Japni atë sa bleni. Dhe dhanja arsyeton blerjen, dhanja arsyeton përvetësimin, sepse pejgamberi alayhis salam ka thonë, përveç atyre që dhanë, ata që japin sa të mundin me dorën e tyre, majtas, djathtas, para dhe mrapa, ata do të jenë shpëtuar ditën e gjykimit. Shërimi i dytë i kësaj smundje është mundohu me të testu veten dhe shpesh herë në situata të caktuara mos blesh atë që ki dëshirë. Kjo jo se është haram, keni kujdes sepse nuk po do me ndalu ato që Zoti ka leju, por po do me ja bëni test vetit, me ja bëni sprov vetit. Njëri prej muslimanëve të parë, në fakt, Hazreti Omeri radhiyallahu anhu e ka pa një sahabi me kesë në dorë. Kish ble diçka në treg, edhe e pyeti çfarë bleve. Ja përmeni një kulturë, të lindjes, kish bleni një bim, një pemë të lindjes. Edhe i tha, e bleva se më shkoj që shtojmë na ishta, më shkoj pata dëshirë me shiju. I tha Omeri, e o kulle me shtehejt i shterajt, a gjithë shka që shkon meni e blenti, a ti që si musliman hi, qka të bjen nërmen me ble, a kur nuk e ke testu vetën se diçka që të shkon nërmen, diçka që të bjen hoj, të bjen shije, me testu vetën aty, atëre qfar muslimani jeti nëse kësisoj, nëse nuk fillon me llogarit vetën, qysh pe i kësoj bote. Hasan al-Basriu ka thonë, vetmit janë musliman në botë, që e llogaritin vetën këtë botë, para se me llogarit vetën botën tjetër. Mirë pa, dini çka ndodh me njeriu që llogarit vetën në këtë botë para se shkojnë atë botë. A dini kush kuptimi? Kuptimi është nëse ti llogarit vetën, ty qenë në këtë botë kemi reduktu blerjen. Sepse momentin e parë kur fillosh me llogarit vetën, para se me kalu botën tjetër, ki mundu me reduktu sepse gjithë e dimë se as sa ma voluminoze blerja, as është llogaritja ma gjatë. Për ata thuhet në hadith që të varfërit ose ata që kanë pas më pak do të hinë me qindra vite në xhenet para atyre që kanë pas me tepri, jo për asnjë gjë tjetër, vetëm pse
do të ketë procedurë të llogaritjes. Dhe shërimi i tretë është mos i shoqëroni njerëz që të projnë. Mos jetoni me njerëz që vujnë për të blerë çështje që nuk i shfrytëzojnë. Largonu prej këtyre njerëzve. Mos fitoni këtë kulturë. Kultura e drejtë e muslimanit është të blej atë që ka nevojë veç dhe të largohet nga ajo që s'ka nevojë e që nuk i duhet. Nuk na vjen pronësia asoj që s'na duhet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja